Tjetër që do doja shumë bashkë ta sqaronim në këta minuta sa na ka mbet, shumë shpesh thuhet e kam pas mati atë ndryshim, po shkova te mjeki, fillova me u marrë me ta, tash jam shumë keq, dhe më thoni tutën edhe intervenimit me ngacmuese që e përmendëm edhe më herët. Por kjo ta sqarojmë se kjo ka një periudhë zhvillimi. Fati i saj ti ka qenë që deri në atë kohë ende s'ka metastazu. Dhe ka ardhur koha... Momentin që metastazon, si e hek në mënyrë kirurgjike, si se hek, do më thonë metastazat po. Edhe pse vazhdimisht në botë, vazhdimisht bëhen hulumtime si të veprojnë edhe të rastet me metastaza. Unë kam rast që edhe me metastaza pacientja jeton edhe edhe pas 15 vjetëve. Do më thonë kriti janë zonë, edhe metastazimi i hershëm mund të prevenu, mund të shërohet. Shërohet, se parandalohet tashmë është, po si do qoftë, mos të friksohen, sepse gjithmonë është kjo frika. Matje kam këtë nishan, kështu që po rritet, po se kom prek. Është kjo frika që ta largojnë, që është met, edhe mos ta lajnë me metastazu një ndryshim që mund të jetë i kufizun, i largun, pa dame të mdhaja.